Një konflikt i mbartur përfundoi me vrasjen e 20 vjeçarit Joan Zuko në Korçë, ndërsa është shpallur në kërkim autori i dyshuar Kristian Sterjo. Ngjarja ndodhi pas ditën e së shtunës në lagjen numër 15 në rrugën Viktor Eftimiu. Viktima, i cili shërbente në forcat e armatosura, u qellua për vdekje me armë zjarri Kalashnikov. Sipas policisë, konflikti mes disa personave nisi rreth orës 14 në një zonë pranë vendit ku më pas ndodhi vrasja dhe u përshkallëzua disa orë më vonë. Zëvendës drejtori i hetimit të krimit, Sejfullah Metko, pa treguar shkaqet, deklaroi se bëhet fjalë për një konflikt të mbartur mes viktimës dhe autorit. Konflikti ka qenë i mbartur disa kohë më parë, ka qenë ndjekje në ana jon dhe sot ka përfituar në ngjarjen kriminale. Sipas të dhënave paraprake, autori e ka ndjekur 20 vjeçarin, ndërsa ky i fundit është përpjekur të largohet dhe të futet në një pallat. Më pas konflikti ka përfunduar me përdorimin e Kalashnikovit. Konflikti ka ndodhur në orën rreth në orës 14, ka ndodhur në një lagje në afërsi ku është vendi i ngjarjes, më pas ka precipituar në afërsi të banesës së viktimës dhe ku kemi pas përdorimin e armës zjarrit. Më pas autori është ngjitur në rreth 15 minuta, është parë nga dëshmitar okular që ka shkuar në drejtim të Varreza, vjen ndjeket. Policia thot se autori është identifikuar si Kristian Sterjo dhe se forca të shumta janë vënë në ndjekje të tij. Zona është rrethuar dhe kontrolle intensive po zhvillohen në akset që lidhin Korçën me qytetet e tjera. Ndërkohë, 3 persona të dyshuar si të përfshirë në konflikt janë shoqëruar në komisariat. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për të përcaktuar motivin, rolin e personave të përfshirë dhe dinamikën e plotë të vrasjes.